fillimisht do thoya me sa kam lexuar kështu rreth e rrotull, ky vit quhet si viti më i mirë për Gaforen, Peshoren edhe Luanin. Bravo! Goja! Bravo! Goja! Unë mos u lexuar Niko se do martohem unë Unë kam lexuar shqiptarët nuk do kenë vit të mirë. Mos bëni kakofoni. Nuk. Ne patëm deri në mars njerëz sa të lëvizin Neptuni dhe Uranusi nga ne, nuk do kemi asnjë gjë, më vonë shpresojmë. 6 muaj i para ma do jetë pak më i mirë. Ç'a na bie? Maj prill, qershor, ta gëzojmë dhe pastaj. Okay. Këtë vit ka pasur marrë lajme shumë të këqija. Ke? Kam marrë, më çka kam lexuar, nuk kemi vitin tonë. Niko mos këmbgul, nuk kemi fat. Niko vitin ky. Është Luani, Gaforia dhe Peshorja, largohu të lutem. 1 janar tani fillon loja. Tani fillon loja. Dhe loja fillon me kë kemi të parin. Tani jepi Gertan. Un po them në bazë të kësaj çfarë thash fillimisht. Gafore kemi 3, kemi Loren, kemi 4 në fakt, Kristin, Angelon, Seno edhe Lore. Nga gjithë këto 4 gaforet, Kristin e shoh më aktiv, domethënë, dhe mendoj që ai do eci goxha më gjatë. Edhe në Big Brother. Ka marrë atë rolin e antagonistit. I shkon shumë të rikë Po, i shkon. Domethënë është ato prisja nga ai, se duket nga këto persona ngacmues, edhe gaforet meshkull ashtu janë, vlojnë pa kujrat, ngacmojnë njerëzit, i zgjojnë, domethënë, kështu që pres që ai të eci goxha më shumë nga kjo 4 e gaforeve, domethënë. Si çdo vit unë ju rikujtoj që gjithë fituesit deri tani kanë qenë ose gaforë ose dash, janë shenja kardinale. Vjet ishte gjësi që ishte dem. Që bëri pak diferencën. Po deri tani Iliri dash, Gaforre Luizi dash Egla Ceno. Ndërsa dash këtë vit kemi Brikenën edhe Vrenozin. Po. Të dy super pozitiva dhe të preferuar nga publiku. Po. Të vjen ti shash, valla, nuk bën dot asnjë. Jo, pse ti shash. Më pëlqen shumë Brikena, më shumë drejtë deri tani. Shumë e mirë. She's the girl's girl, domethënë, është gjatë gjithë kohës shumë e mirë dhe me gocat e tjera dhe me çunat, është pozitive se pjesa tjetër e gocave po zihen pak me njëra tjetrën. Është edhe e lezetshme ka batut. Po. Kena ta qenë një nga zbulimet e mia në verë dhe jam tepër i lumtur që kisha fatin ta njihja këtu një mikrofon. Kohë më parë, më falni, dhe di të them që Brikena është nga njerëzit më të sinqert aty që mund të shifni. Duket i vjen e ciltër. Sepse çai vjen e thotë, domethënë dhe neve gjatë verës tek emisioni që ishim, kemi kaluar pa fund bukur sepse Brikena ç'a mendonte pa filtruar e thoshte. Po mirë, atë që tha që do doja të zgjohesha te Vjerra, të laja Borrin. Po, mos i shih format seksi Brikena. Pas është dorë të pakta të mos i shih format seksi Brikena. Jam tradicionale. Një vajzë tepër familjare. Tepër do jetonte në Bilisht në mes të kakërdhive dhe Po ndoshta jo Bilisht, po. Nuk do jetë do jeton, askush nuk do jeton. Nuk ka Prishtinë, donte me Vjerrën e vet. Pse jo? S'ka ndonjë gjë në një shtëpi normale shqiptare mund të bëj punët e shtëpisë. Pra, dash kemi Brikenën dhe Ilirin. Aha, këta të dy parashikohen si Gertan, pra mendoj që do ecin sepse janë të lezetshëm, japin atë lezetin në shtëpi, s'ka nevojë për njerëz pozitiv aty brenda dhe të dy janë shumë pozitiv. Ilirin pastaj e mbështesin edhe se është shumë material për të pasur diçka, edhe nuk e godasin dot se është më i vjetri aty, domethënë të vjen pak keq. A nuk ju duket pak se ju e keni ndjekur që prej fillimit Bigun edhe jeni të dyja le të themi veteranë. Jo, le të themi persona që e pëlqeni edhe si format edhe ndihni. A nuk ju jep pak vibe-in e Merisheut? S'është negativ. Jo, më jep pak që ishte shumë funny, domethënë bonte situata, më jep pak aty tenorit. Se mbaj mend Armaldos, maestros. E kam te pjesa që të dy dinë gatuajnë fasule apo. Jo, ideja është te pjesa që ishte funny e njërin tjetrën, por nuk është se zgjati shumë në lojë. Meri mund të kishte zgjatur. Meri mund të kishte zgjatur po kapej shumë njerëz. Duhet pak ta ngacmojë është gjithkohë. Ja, pra u kap Iliri sot Pollciti. Nuk e dia e pat të fundit. Sot jo pra sa erdhëm nga puna, ka kërcit Iliri sot. Të pres shaj në njëri. I thani Iliri dje nga Devolli e humbi. Shumë korçar këtë vit. Te Korçe. Jemi të mirë. Okej, tjetër kë kemi. Djali që hyri dje Stenaldo, po. Është binjakët. Mendoj që është mundësia që këtë vit ta fitojë një binjak. Komente. Pse jo? Pse binjakët? E para një gjithë komentet ishin shumë. Po. Këtë drejt,